motivi për të zhvilluar çdo vit këtë event është për t'i bërë bashkë këto zonja, nga zonja të zakonshme, një gjisëm në skenë dhe i bëjmë të veçanta në një ditë të veçantë, si që është pra dhe 8 marsi. Ashtu dhe në skenë i prezentuam në 2 faza. Ishte prezentimi i parë i zonjave me veshje të përditshme, me veshje profesionale, sipas statuseve që kishin në punë, ose pensioniste, ose shtëpiake, në profesione të ndryshme. Dhe pastaj prezantimi i dytë ishte në veshje klasike, të fashuara, pra për t'i bërë të ndjehen speciale dhe të veçanta në një ditë si që është 8 marsi. Këto janë pak nga ato që ishin, sepse janë dhe shumë zonja të tjera, pra u bashkua nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, nga të gjitha qytetet e Shqipërisë, mund të themi, dhe doli një event shumë i bukur, duke u pasuar dhe me një mbrëmje festive, dhe me një udhëtim në Greqi, në Selanik, se ishte ditën e premte të eventi, pastaj shtunë të diel, në udhëtuan për në Selanik, me një fest të bukur atje, me darkë, me muzikë.